7 kandidatët kryesor që garojnë në zgjedhjet prezidenciale franceze u përballën debatin e tyre të parë me ekonominë, borxhin publik dhe reformën e pensioneve që dominuan diskutimet e nxehta. Debati organizuar nga lobi kryesor i biznesit në Francë, MEDEF, filloi me Marine Le Pen, kandidatin e smajës ekstreme, Jean-Luc Mélenchon dhe kandidatë të tjerë duke buzëqeshur dhe duke shtrënguar duart, por shpejt situata u bë e tensionuar me kandidatët që akuzonin njëri tjetrin për propozime të rrezikshme mbi borxhin dhe pensionet. Më pak se 8 muaj nga zgjedhjet prezidenciale, ekonomia dominoi debatin e zhvilluar në Roland Garros, që është pia e French Open. Para raketat e nisin në duar, kandidatët bën përpjekje për të fituar mbështetjen e liderëve të biznesit pranishëm në sallë, ndërkohë që mbronin me vendosmëri platformat dhe projektet e tyre politike. 7 kandidatët përfshinin edhe 2 ish-kryeministrat e presidentit francez Emmanuel Macron, centristin Gabriel Attal dhe figurën e qendrës së djathtë Edouard Philippe, që nga periudha e pandemisë qeveritë e njëpasnjëshme franceze kanë luftuar për të vënë në kontroll financat publike, duke e lënë vendin me një nga deficitet më të larta fiskale në Eurozonë dhe një borxh rekord për 117% raport me prodhimin kombëtar. Sondazhet e opinionit publik parashikojnë se Marine Le Pen, që është shprehur hapur kundër emigracionit dhe një euroskeptike, do të fitojë raundin e parë të zgjedhjeve prillin e ardhshëm me një diferencë të madhe dhe gjithashtu do të jetë në një pozicion të mirë për të fituar balotazhin në maj. Gjithashtu sondazhet sugjerojnë se Mélenchon mund të jetë rivali i saj në balotazh, ndërsa mundësi ka për të shkuar edhe ish-kryeministri i qendrës së djathtë Edouard Philippe. Kandidatët paraqitën plane dallueshëm të ndryshme për marrëdhëniet e Francës me Europën. Mélenchon deklaroi me guxim se planifikonte të mos pranonte asgjë që vinte nga Europa dhe që binte ndesh me interesat e popullit francez, ndërsa Le Pen tha përpara liderëve të biznesit se shpenzimet duhen ulur në nivel shtetëror, por edhe të Bashkimit Evropian, duke u zotuar të zvogëlojë kontributin e Francës në blok në rreth 5 miliard euro nga rreth 29 miliard euro për vitin 2026. Kandidatët debatuan edhe mbi çështjen shumë të diskutuar, reformën e pensioneve, protestat masive në të gjithë vendin dhe një reagim politik kundër planit të presidentit francez Emmanuel Macron për të rritur moshën e pensionit nga 62 në 64 vjeç, e detyruan Asamblenë Kombëtare të votonte në favor të pezullimit të reformës së pensioneve deri në janar të vitit 2028.